guys, welcome back and happy Saturday. Today it's my night and today we celebrated third Holy Angel. Ja ku jemi edhe këtu sot me një video tjetër. E kemi pas videon me 1 maj Angelin e parë, me 5 maj Angelin e dytë dhe tani e kemi me 9 maj Angelin e tretë që po festojmë. Sot Saturday do dalim në tregun e gjërave të vjetra, është pak si vrante, si dielli, të shohim a ka raining apo jo today. Pa humbur kohë, po fillon pastaj do dalim të shëtisim edhe pak. Ndoshta edhe pak Kaliçini apo këndej nga qyteti, nuk e dim, po pa humbur kohë, po fillojmë. Wow, çfarë familje e bukur, sot e kemi bërë. Dhe po fillojmë videon. Sot po dihet që është dielli I dobët për shkak se në këtë pjesën këtu, siç I ka ra dielli dhe po reflektohet vetëm pakës. Kafe shka dielli sa I dobët. Ja ku jam këtu te stacioni dhe shikoj se sa vranët është. Është me raining, shikoj qyteti kështu. Te stacioni I ka vendosur këto karikat e reja. Ja ku është qyteti këtu. Edhe po pushoj pakës. Shikoj. Edhe kështët. Shika, sa bukur. Çfarë lule krejt të bardha. Mama mia, midis qytetit. Dhe se sa bukur po duket. Fantastike. Shika këtu edhe kje këtu. Që fantastike po duket. Shika. Edhe këtu uji. Se interesant ku nal këtu. Është një qeshme. Edhe o nal. Këtu të qeshme ja. S'po këqyr kënena. Sa po këqyr kënena të ja bëjmë një. Ka njerëz në ato që ato. Që këtë tjetra? Kjo është një tjetër. Se interesant. Shko ku është, po pe këthen kokën aton. S'po këthen kënena. Ja ku jam këtu edhe çka kamera apet s'po bën, po koqitët nuk e di pse. Jam këtu, ka që disa ditë që po më dhem shpina, është këtu nalt, qëtu poshtë edhe qëta po të me lyqë qëtu, për shkak se më patë bu, dhe qështu të fshe, qështu kam heket qëtu lëkura, nuk e di pse, dhe po e ly. Apo jemi me të shkurta edhe pse është vrënd, është pakës, po të me ly,
Jemi kthy nga qyteti, jemi kthy nga atje ku kishim pi kafe. Sonte do të shkojmë në basketball. Edhe shiko që të uj duna me beli, me shku me beli që të uj, edhe që të i kom hungër çokoladat kanë qenë fantastike edhe po du me e kom luan kështu dhe e dekorojmë pastaj vitin tjetër bukur kështu. Okej. Ka që kjo që shtët, e dekorojmë për vitin tjetër për iste, e kom luan kështu. Edhe po du me luj komën. Me qita, kjo është Manuka Honey, dhe po pi pak po pushoj. Shpina po më shpina po më shpina. Se ti akom sot diçka tjetër, kena shku me këshyr basket, është finalet, kanë fillu edhe të shohim si do t'ja bëjmë. Po munduomi tash pak me pushu, me flajtën. Në shim shedi edhe tira në pak dritën. Dritare. Edhe flajtë. Ja ku kemi ardhë tani edhe sot e kemi ndezë qiriun si tek Angel i parë me 1 maj, Angel i dytë me 5 maj dhe tani e kemi Angelin e tretë me 9 maj. Kështu që ja ku është edhe Angeli i tretë, ja ku është edhe qiriun e kemi dhezën këtu dhe kështu që po e festojmë edhe Angelin. O Angeli i tretë lutu për ne. O Angeli i tretë lutu për ne. Për shkak se Angeli i tretë është Angeli i lutjeve, pasi kanë ardhur të gjitha lutjet dhe kanë ardhur ato, tani është koha e lutjeve të lutemi. Kështu që ja ku është edhe Angeli i tretë. Kështu që kujtojmë na Angelin e tretë, këtu e kemi dhezë dhe këto drita, këtu e kemi akoma kështu nga dita e parë happy birthday këtu, për my birthday, edhe kështu që ja ku është. Ja ku po bëmi gati tani, me shkojmë që basketball! Edhe tani do t'ju tregoj edhe atje, është finalja e parë, ka të luan, do thonë 4 fitore, duhet me pas 1 ekip, kështu që po bëhemi gati, po shkojmë, edhe të shumë që ku me veshën, me pe veshë qëta, pantulla, edhe po shkojmë, bluza, pe veshë qëtë bluzë, edhe qëtë bluzë pe veshë, edhe po shkojmë në basketball game!
Ja ku jam këtu, po ngoj diçka video edhe po shikoj një film kështu me disa përbindësha të cilat e kanë sulmu qytetin. Jam qëtu i shtrit, e tash quna pi rregulloj qëtu edhe se kom se sonte këtë qirion për Angelin e nënt, vetëm atje te Angeli i nënt, kështu që të shohim që do t'ja bëjmë. Diçka telefoni këto ditë nuk është në rregull, nuk është mirë, por po koqitet të shohim. Kjo pra është edhe tëra, sa i përket edhe kësaj video që kem përgatitur për sot. Gjithë ju që pëlqen videot mia bëni like, bëni subscribe për të gjitha videot mia në kanalin tim Life Tasha. Bye bye and see you next video.